çka ka bërë zoti Kurti. Po na më ta tham deri në fund fjalës. Zoti Kurti. Zoti Kurti. Asaj me formullë që absolutisht kushtetuar i publikut. Lëvizja vendosen 17 ka shkel kushtetutën për 4 vjet. Qeverit bojnë ligjet të cilat shkojnë në kushtetues dhe kushtetuesja mund t'i kthejë që ka pas në lejtitje sepse fundit ata njerëz janë njerëz dhe mund të gabojnë. Po kur i kthy nuk e kanë kontestuar asnjëherë. Dhe ka shkupuar atë apo. Pikërisht, zoti Kurti, për ta bërë qeverinë, ka filluar unë mendoj për smori, ty e lexu saktë rezultatin e 9 shkurtit. 48 deputet me 24 deputet është distanca ndërmjet parit edhe dytit. Edhe i thash pse? Sepse është një mendësi e një qeverisje tjetër prej atyre që kanë ndodhur në kohët e fundit. Kështu është lexu. Dhe ai po provon me minoritetin ju sër për fillimet e ka thonë me nisme, nuk e kanë thonë publikisht, po është ditë si i vyn votat. Hasin rezistencë kërkesat parësyshme, krejt është normale dhe legjitime me kërku nga një subjekt tjetër bashkëpunim. E provoj me LDK-n sepse është partia e dytë tash pak më e madhe se ata, po nuk është e madhe krejt. Nuk i shkoj. Tash i mbete zoti Kurtit me i kthy prap tavolinës, trumbullakt me ata zotrit që ka provu herën e parë. Nëse nuk kalohet, mund të shkoj edhe tek partia e parë. Kërkoj edhe të ta. Por kjo është shumë legjitime, kjo është shumë demokratike. Çdo kush që mendon që ka bërë ai gabim, mendoj që shumë gabim, është total mrena për mrena logjikës njerëzore. Kjo është logjike, kjo është procedurë që shkon. Por si procedurë edhe si zhvillim politik i cili u duke ndodhur është okej. Po ne nuk mund me thonë okej mbi vlerat të cilat po mundohet me u prezantu. Fatmir Limaj edhe nisma është pjesë atij mendimi politik për cilën ti po thua është i kaluar. Koalicioni me përfaqësues të partive politike nga minoriteti kanë qenë pjesë për 20 vite atij mendimi tjetër politik. Do të thotë zoti Kurti kur ka nevojë për numra është i gatshëm të thyej gjitha parimet mbi të cilat i ka thënë. A mendoni ju që ndarja e pushtetit sepse po imponohet, ai tha po pajtohemi, nuk i morën 500.000, i kemi marrë që neve na vyn dikush. E keqja më e vogël është. E keqja më e vogël pani. Dëgjon këtu dy zgjidhje i kanë pushtetin. Dy zgjidhje, po e ka fituar, nuk e ka fituar. E ka fituar me shumicë. Po pikërisht diskutuar. Po besabes, unë kam përshtypjen. Unë kam përshtypjen mbi ato. Unë kam përshtypjen edhe etike, edhe moral politik me tregu pse ne jem kundërshtar me këto subjekte politike edhe sot me të njëjtat subjekte politike me jo bashkë me të njëjtat. Jo bashkë të njëjtat, se është fuqia politike, sikur ta merr një subjekt politik me 24 numra, cila ka qeverisë në mënyrë të vazhdueshme, thonë përveç qeverisë të kaluame, dhe një subjekt i cili ka që një kohë që është jashtë skenës politike për shkak se s'ka mujt me kalu pragun dhe ka vetëm 3 vota. Kur ndohet kulaçi se që quhen kolegu jam qeveritar, ndohet kulaçi kur përgjithësia. Po dëgjon tash çto shkëja ka vonë, apo më lë që me pas ata marrveshën sot ishin ik pe kamerave, asnjë. Ata nuk e kanë arrit marrveshën sepse kemi zotin Kurti, nuk e kemi zotin Thaçi, i cili blanko jep vetëm pak. Po ndoshta e ka bërë marrveshën e këta se din. Unë nuk e besoj që është bo marrveshje sepse nuk ka nevojë me i kamerave. Unë nuk e besoj. Gasha mund të jetë kjo? Mund të jetë. Mund të jetë. Është forma modus operandi i zotit Kurti për këto vite sa është në qeveri, që ti vjen në befasi. Po, vetëm pak, prit se me duke u zgjat, drenor. Po zoti Konjufca dul tha ta tham edhe këto, dul tha po bre po, nuk mujm vetë me e bë. Edhe kjo është morale. Dhe ata çore 5 di kanë nuk ka. Pikërisht po që po thata ai është njëjtë. Nuk është njëjtë si një parti e cila me 3 deputet shkon, sepse domi është më i vogël për me shtypër para çato procese. Kryeziu, tani vetëm pak që të dalemi tek përsëri tek çështja aritmetike. E di që ka shumë dorëre, kemi kohë, gash as shiu as breshris për lanzet që thoshte ai shoku jon kolegu Bardhyl Meta. Ka përcjell në krimin e qeverisë. Po jo, te krimi i qeverisë jemi. Tani po flitet për eventualisht po spekulohet ditëve të fundit që deputet të subjekte të tjera politike mund të mbështesin, mund dalin të ndrojnë anë edhe të votojnë me një forme. Si quhet kjo, çfarë a është e drejtë e deputetëve shembull delaj nga partia tjetër ta votojë zotin Kurti? Unë për zotin Maliqi
domethënë kam respekt për mendimin që tha që ne jemi një klasë politike e cila ende nuk i ose edhe një SHI, si të me vjet kemi mbrit në klubin 27, nuk është që te 27 që është pak problem pastaj kur të mendohet Van Goghu çka ka bërë. A duhet të ndote një zhvillim i tillë, nuk do duhet të ndote. Por megjithatë, deputeti në momentin që e merr mandatin e deputetit i nënshtrohet vetëm kushtetutës, asnjë subjekti tjetër politik. Dhe ndimit të lirë të tij, i cili mund ta votojë. Mund edhe partitë opozitare edhe me qeverisë ne me një qeveri të pakicës. Mundemi situatat ndryshme me i pa. Unë konsideroj që dy situata kanë më zhvillu me 15-in, qofse ne s'kem një koalicion, do të keme bon betimin e deputetëve, edhe nuk keme as zgjedhjen e kryetarëve. Situata nga kjo, nga momenti i betimit të deputetëve, i betimit të deputetëve, na provon në një situatë tjetër politiko-juridike në këtë fakt që duhet zhvilluar. Qofse kryeministri Kurti aktualisht betohet me ministrat e tij me 15, edhe nuk kemi koalicion në zgjedhjen e kryesisë edhe konstituimin e kuvendit, duhet t'jap automatikisht dorëheqjen nga pozita e kryeministit, edhe duhet t'ia bartu përgjegjësi zëvendës kryeministit. Po edhe kemi një situatë ku mundësia jon kushtetuese juridiko-politike e lejon që ai ka të drejtën edhe 6 muaj të mos e bëjë betimin. Edhe potencialisht me 15-in mund të kemi një situatë kur nuk kemi numrat të mjaftueshëm për zgjedhjen e institucioneve të qeverisë, edhe mund që zoti Kurti edhe deputet ministra që janë të mos paraqiten fare në kuvendin e Kosovës, edhe mos të bëjnë betimin edhe të vazhdojnë të jetë kryeministër në detyrë. Që mos më vjen afotet domethënë. Këto janë 3 situata hipotetike që mund të ndodhen, përveç asaj nëse i kemi numrat, krijimin e institucionet edhe krijimin e qeverisë brenda ditës. Po edhe krijimin e parlamentit edhe drejtardhja e qeverisë zoti Kurti